të shkriftoni pak trupin tuaj, të shkundni pak trupin tuaj. Edhe çdo gjë që ndjen brenda teje, ndjen në trupin tënd, ngriu dhe shkunde trupin tënd. Unë hapa një muzikë, ngriu dhe shkunde, ndjej. Dhe bëj disa lëvizje automatike. Ngriu dhe bëj disa lëvizje automatike. Dhe vallëzo. Ngriu dhe vallëzo, si pra ngriu dhe vallëzo. Dhe ndjeje se je një me gjithçka. Mund të shkundësh krahët, kokën. Dhe ndjej se po shkarkon çdo gjë. Po shkarkon gjithçka nga vete jote, po shkarkon çdo gjë nga trupi jot. Po shkarkon gjithçka. Ndjeje trupin tënd si lirohet plotësisht. Lirohet krejt. Ngriu dhe vallëzo me këtë muzikë. Vallëzo në ritmin e kësaj muzike. Ndjeje ritmin e muzikës. Dhe ndjeje trupin tënd. Shkunde, mund të bësh shkundje të ndryshme. Të shkundesh kraharorin, krahët, këmbët. Të çlirohesh, të lëshosh pësherëtima të ndryshme. Pësherëtima aktivizon nervin vagus. Dhe ndjej si lirohet krejt. Lirohet lodhje ditës, ngarkesë. Lirohet gjithçka. Ndjeje si gjithçka po lirohet nga ty, po lëshohet, po pastrohet, po çlirohet krejt nga trupi jot. Dhe çdo gjë që ndjen brenda teje është entuziazëm. Është gëzim. Trupi jot po çlirohet. Ka ardhur momenti. Tani ulu një moment. Ulu një moment dhe ndjeje se je një me gjithçka. Je një me gjithçka në këtë vend, në këtë çast. Je i sigurt dhe i mbrojtur. Ndjej se po çlirohesh nga gjithçka. Po lëshon gjithçka. Dhe me duart e tua, dua që të bësh të lëvizje. Bësh të lëvizje me duart e tua. Kjo lëvizje në këtë lloj forme, dua që të ndjesh se po merr dhe po jep dashuri. Me gjithë krijimin, po merr dhe po jep dashuri. Po merr dhe po jep dashuri. Ndjeje se po jep dhe po merr dashuri. Dhe ndjej dashurinë si vjen brenda teje. Po jep dhe po merr dashuri. Dhe ka dashuri brenda teje. Dhe ka dashuri që po rezatohet nga ty. Po jep dashuri. Po merr dashuri, po pranon dashuri brenda teje. Ndjej trupin tënd që po mbushet plot dashuri. Po jep dhe po merr dashuri. Ndjej brenda teje. Dhe ndjej energji. Si po pastrohet, po harmonizohet, po balancohet. Relakso sërish. Masazhoje ballin. Merr frym nga dalë, me hum, liroj me gojë. Ndjej si çlirohesh nga gjithçka. Masazhoje qafën. Masazhoje qafën, këtë pjesa këtu.
Liroj frymën me gojë. Nëse po lirosh në gjithë shpirt. Po shirosh në gjithë shpirt. Dhe ndërkohë që po masazhon qafë, merr frym ngadalë me ujë, 1, 2, 3, 4, dhe liroj frymën me gojë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merr frym brenda, 1, 2, 3, 4, liroj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merr frym brenda, 1, 2, 3, 4, liroj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merr frym brenda, 1, 2, 3, 4, liroj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tani do bëjmë një lëvizje të tillë. Do ngri duart lart. Do ngri duart lart. Do merrni frym për 4 sekonda dhe do e lironi për te dhe do ndjeni sikur gjithë energjia vjen tek, sikur do merrni gjithë energji nga gjithandej, do merrni gjithë vëmendjen tuaj, kudo ku keni çuar vëmendjen, nga e kaluara, nga e ardhmja, do e merrni, do e sillni brenda jush. Pra merr frym, 1, 2, 3, 4, liroj frymën, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop. Merr frym, 1, 2, 3, 4, liroj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merr frym, 1, 2, 3, 4, liroj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merr frym, 1, 2, 3, 4, liroj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merr frym, 1, 2, 3, 4, liroj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merr frym, 1, 2, 3, 4, liroj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dhe ndjej se po rikthehet vëmendja jote nga dal. Vëmendja jote po rikthehet nga dal. Vëmendja jote po rikthehet nga dal. Vendosi duart në zemër. Dhe ndjej se vëmendja jote po rikthehet në çastin e tanishëm. Në këtë moment. Po rikthehet në qendër të zemrës. Me duar në zemër. Vazhdojmë marrim frym brenda. 1, 2, 3, 4. Liroje. Brenda. Liroje. Brenda. Liroje. Brenda. Liroje. Brenda. Liroje. Ani merr frym nga dal. Me ritmin tënd. Dhe ndjej brenda teje. Ndjeje dritën në zemrën tënde. Ndjeje dritën në shpirtin tënd. Ndjeje forcën e shpirtit tënd. Ka madhështi brenda teje. Ka fisnikëri brenda teje. Kujto. Ka qenë një çast, ka qenë një moment ku ti ke qenë në fuqi të plot,
Kujto një çast në jetën tënde ku të ke qenë I lirë. Kujto një moment në jetën tënde ku të ke qenë I lirë, I plot, I fuqish në fisnikëri. Kujto një moment dhe në qoftë se je këtu në këtë çast, të siguroj se ka fuqi brenda teje, ka fort brenda teje, ka madhështi brenda teje, pavarësisht gjithçkaje që ke kaluar. Je këtu, pavarësisht sfidave, pavarësisht çdo gjëje që ke kaluar, ti je këtu. Në këtë moment je këtu për veten tënde, në zemrën tënde. Në këtë çast, ky moment I shenjtë. Ti po kujton fuqinë tënde, po kujton forcën tënde, po kujton madhështinë e shpirtit. Kujton se ka dashuri për ty. A e di pse je këtu? Të ka sjell këtu diçka më e madhe. Diçka më e madhe të ka sjell këtu. Ajo lutja që bërë, ajo lutja që I bëre Zoti kur rindet, në ato moment kur ishe vetë, pa mbështet, kur theu Zot, ku je? A ka zgjidhja, ka më shumë. Ajo të solli këtu, të solli në këtë çast. Këtu lidh me dashurinë më të madhe. Për të lidhur me dashurinë brenda teje, për të treguar se ti je I lirë. Për të treguar forcën brenda teje, fuqinë brenda teje, madhështinë brenda teje. Ai çast të solli këtu. Dhe në këtë moment, ajo lutje që bërë, të solli këtu që të lidhesh me madhështinë e shpirtit tënd. Ajo lutje që bërë, të solli këtu që të lidhesh me burimin, me dashurinë infinite, të lirosh shpirtin tënd. Ajo lutje që bërë, të solli këtu që të falësh, të pranosh, të shohësh, të përjetosh çfarë është liria e vërtet. Tani, në këtë moment, që do nisi meditimin, unë po e mbyll një moment kamerën. Po e mbyll një moment kamerën. Dhe do filloj meditimin. Para se nisi meditimin do ju them dhe disa fjalë që të marri me vendim të fuqishëm për lirimin e shpirtit tonë. Ky fragment përpara se ne të nisi meditimin quhet shërimi im. Ky është shërimi im. Në këtë moment, me duar në zemër, në këtë moment me duar në zemër, thuaj, unë zgjedh shërimin tim.
Unë zgjedh shërimin tim, një fillim të ri unë zgjedh sot. Sot e zgjedh të liroj atë që nuk më shërben më. Zgjedh të fal dhimbjen që më preku, të jem mirënjohës dhe falenderues për çdo gjë që më mësoi. Gjykim nuk është më im, paqja është për mua. Unë jam dashuri, unë jam falje, unë jam te kalim. Shërimi im është sot. Ky është shërimi im. Besimi, urtësia, pranimi, dashuria, ky është shërimi im sot. Shërimi im është sot. Do të them diçka. Vetëm ti mund ta pranosh plotësisht atë që je. Vetëm ti mund të ndriçosh errësirën me dritën tënde. Vetëm ti mund të thuash me gjithë shpirtin tënd, unë jam gati. Ky është shërimi im. E pranoj veten me gjithë dashurinë e shpirtit tim, vetëm ti. Vetëm ti mund të pranosh plotësisht zemrën tënd. Atë zemër, edhe kur është ka qenë e qeshur, edhe kur ka qenë e thyer, edhe kur ka ndriçuar dhe kur është lënduar, edhe kur ka qenë në maj apo kur është rrëzuar, vetëm ti mund ta pranosh zemrën tënd. Vetëm ti mund të jesh aty për veten tënde edhe kur nuk të kupton asnjëri. Apo edhe kur ke gabuar. Apo ke humbur rrugën. Sepse ndonjëherë kur humbim rrugë, aty ndodh kthimi jo në shtëpi. Pikërisht aty ku nuk e pritur. Aty ku nuk e pret ndodh pranim. Aty ku nuk e pret ndodh shërimi. Aty ku nuk e pret hapet e zemër. Thuaj, unë zgjedh sot dashuri. Zgjedh sot të mos më udhëheq më as frika, as e kaluara, dhe as meraku për të ardhmen. Unë e fal veten për gjithçka që nuk dija. Unë e fal jetën për gjithçka që nuk kuptoja. Dhe unë i fal të tjerët për gjithçka që nuk dinin se si të më donin. Nuk dinin se si të më mbështesnin. I fal. Sepse ky është shërimi im sot. Po e lëshoj gjykimin, po e lëshoj ndëshkimin, po e lëshoj gjithçka që nuk më shërben më. Dhe gjithçka që nuk më mbron më. Sepse ky është shërimi im sot. Dhe e lejoj të ndodh. E lejoj zemrën të hapet. Dhe e lejoj zemrën të ndjej. Të ndjej gjithçka, zemra ime ndjej sot, të ndjej. Jam gat, jam i plot, jam i mjaftuar. Jam i falur. Jam i falur. Ky është shërimi im sot. Dhe në këtë moment tani, nga dal, nisim meditim. Ky është shërimi im sot. Lirimi im sot. Mbylli syt. Dhe merr frymë thellë. Nga dal, brenda dhe jashtë. Me ritmin tënd. Sille vëmendjen këtu dhe tani. Vazhdo të marrësh frymë nga dal me ritmin tënd. Dhe ndërkohë që merr frymë, ndjeh një val relaksimi në trupin tënd.
po e ndjen trupi, si lirohet, lëshohet krejt. Po e ndjen trupin si që lirohet, shkrihet, relaksohet. Dhe dërgoje vëmendje në zemrën tënde. Dërgoje vëmendje në qendër të krearorit tënd. Dhe lësho në hapësirën e zemrës tënd. Futu thellë në zemrë. Lësho thellë në zemrën tënd. Ndjeje hapësirën aty. Je në një vend ku nuk ka të kaluar, nuk ka të ardhmë. Ka vetëm tani. Këtu dhe tani. Dhe ti je në zemër, je këtu dhe tani. Me zemrën tënd. Ndjeje dëshurinë e saj. Ndjeje jetën në zemrën tënd. Ndjeje gëzimin e zemrës që u takua me ty. Lëshohu në të. Lëshohu në zemrën tënd. Imagjino se është një hapësirë plot dashuri, plot paqe, falënderim. Dhe je I sigurt në zemër. Në zemër ka siguri në zemër. Je I mbrojtur në zemër. Shijoj një atmosferë plot dashuri, plot harmoni në zemrën tënd. Plot paqe, plot jetë. Është brenda tej. Lëshohu plotësisht. Dhe futu edhe më thellë, prano me dashuri. Prano me dashuri gjithë zemrën tënd. Prano me dashuri veten tënd. Dhe futu edhe më thellë, edhe më thellë. Lësho. Futu thellë me qëllimin e pastër, të lidhesh me dashurinë pa kusht. Të lidhesh me burimin e dashurisë pa kusht, të lidhesh në një nivel edhe më të thellë me zemrën tënd. Lësho. Dhe ndjej brenda teje në zemër një energji të madhe, një dritë në zemrën tënd, një dritë të ngrohtë, plot dashuri. Ndjej një energji në zemrën tënd, është burim. Ndjej lidhjen tënde me burim. Në zemrën tënde ndjeje lidhjen tënde me burim. Ndjeje lidhjen tënde me dashurinë infinite. Në zemrën tënde është një dashuri e madhe. Një dashuri e madhe po të mbështjell. Është si një batanie ngrohtë, është një përqafim I ngrohtë. Imagjino një përqafim ku ndjesh e sigurt, e mbrojtur. Është burimi, është dashuria pa kusht. Ndjeje përqafimin e dashurisë. Ndjeje përqafimin e burim. Je e sigurt, je e mbrojtur. Gjithçka është mirë. Ka siguri për ty. Ka mbrojtje për ty, ka paqe për ty. Ka mbështetje për ty. Ndjeje këtë përqafim.
Je mbështetur nga burimi, mbrojtur e sigurt në paqë. Lësho në krahët e dashurisë. Dhe imagjino në këtë moment që kjo dashuri e madhe, imagjino si duart e burimit, dashuria infinite, duart e burimit, po të ngrejnë lart, imagjino sikur po ta ngrejnë trupin lart në univers. Dhe trupi jot po kthehet në dritë të pastër. Dhe trupi jot po bëhet i madh. Po lirohet, po çlirohet. Imagjinoj duart e burimit se po të ngrejnë trupin lart. Dhe trupi jot po mbushet plot me dritë. Po mbushet plot me dritë. Një dritë që po e liron, po e pastron, po e çliron. Imagjinoje trupin të, se po bëhet i madh, po bëhet i fuqish. Dhe gradualisht trupi jot po kthehet në veten tënde më të lartë. Ti po transformohesh në veten tënde më të lartë. Po transformohesh në atë person që është i lirë plotësisht, i lirë nga e kaluar, i lirë nga shqetësimet e ardhmes, i lirë nga mendimet, i lirë nga emocionet, nuk i ka ndodhur asgjë. Po transformohesh në atë person që është i lirë nga gjithçka. Imagjinoje veten tënde në këtë trup të madh, gjigant, dritë tani, që është i pastër nga çdo lloj lëndimi, i pastër nga e kaluara, i pastër nga mendimet. Imagjinoje veten në këtë trup dritë, që është në fuqi të plot. Ka një fuqi të madhe ky trup. Ka një zemër të madhe ky trup. Ka një dashuri të madhe pa kushte brenda këtij trupi. Je në fisnikëri. Imagjinoje veten tënde të madh, gjigant, të lirë, në fisnikëri. Çfarë është fisnikëri? Çfarë është forcë, guxim? Është brenda teje tani. Është brenda teje në këtë trup. Ka guxim brenda teje, ka forcë, ka fisnikëri. Një trup gjigant, madhështor, ka madhështi. Çfarë është liria? Je në këtë trup tani i lirë, plotësisht i lirë. Ndjeje brenda teje. Dhe sa më shumë që imagjinon, aq më shumë po regjistron ndjenjat e reja në sistemin tënd nervor. Aq më shumë po transformohet trupi. Po riprogramohet trupi. Imagjinoje se je në këtë trup gjigant dritë. Dhe në këtë moment, në këtë çast, ti je i lirë nga gjithçka. Ti je i lirë nga gjithçka. Një trup në fuqi të plot. Dhe në këtë moment,
Dua të shohësh, të imagjinosh se je në një univers të madh dhe po e shikon tokën nga lart. Po e shikon tokën nga lart. Dhe nga ky pozicion lirie, fuqie, madhështie, fisnikërie, po shikon veten tënde në tokë. Po shikon veten tënde. Dhe në atë çast që po sheh veten tënde, po sheh veten tënde të vogël, po shikon veten tënde të vogël në atë çast, në atë moment, zgjedh të dërgosh forcë, dërgosh fuqi, të dërgosh pranim. Po shikon në tokë veten tënde të vogël që ndoshta po përballet me situata të ndryshme. Dhe po i thua vetes tënde, je i sigur dhe je e mbrojtur. Kujto ku kush je. Je madhështor, ka fuqi për ty. Foli vetes tënde, foli nga lart, foli nga ky trup gjigant drite, foli nga ky trup madhështor, foli nga ky trup fisnik, dhe thuaj vetes tënde të vogël, ka jetë sërish për ty. Je sigurt, je mbrojtur, ka dashuri për ty, ka jetë për ty. Jam këtu për ty, gjithmonë kam qenë këtu për ty. Kjo dritë, kjo dashuri, kjo paqe, kjo siguri, është këtu për ty, gjithmonë këtu ka qenë. Dhe jam këtu për ty. Burimi është këtu për ty. Dashuria pa kushte është këtu për ty. Jeta është këtu për ty. Dhe imagjino se i dërgon vetes tënde dritë, i dërgon vetes tënde dashuri, i dërgon vetes tënde jetë sërish. Dhe nëse brenda teje tani zemra jote, qofse zemra jote brenda teje ndjeu diçka, dije se ishe ti. Dije se ishte burim. Dije se ishte dashuri. Lutja që bërë. Ndezi shkëndien brenda zemrës tënde, lutja që bërë është dëgjuar. Dhe ndjeje brenda zemrës tënde dritë. Ndjeje një dritë të madhe brenda zemrës tënde, si hap të rezaton, shpërthen nga zemra jote një dritë dashurie, paqe, qlirimi. Dhe mbush zemrën tënde me jetë. E mbush zemrën tënde plot shëndet, plot paqe, plot falënderim. Dhe kjo dritë mbush trupin tënd. Dhe kjo dritë mbush jetën tënd. Kjo është drita e shpirtit tënd, të çliruar. Shpirti u çliruar. Dhe kjo dritë mund të krijojë gjithçka. Ti mund të krijosh gjithçka. Mund të krijosh gjithçka. Mund të krijosh gjithçka tani. Shpirti i lirë mund të krijosh gjithçka. Nga dal, kur t'jesh gati, mund të hapësh sytë në një botë të re, si një njeri, krejt i ri. Riktheu nga dal.
Riktheu nga dal. Në një botë të re, si një njeri i krejtë i ri. Dhe mbaje mend dritën brenda teje, mbaje mend forcën e shpirtit tënd. Mbaje mend forcën e zemrës tënd. Sa i madh të shpirti jot, sa e madhe është zemra jot. Ndjej e brenda teje. Ka liri për ty. Ka liri për ty, ka paqe për ty, ka çlirim për ty. Nga dal. Riktheu këtu dhe tani. Dhe mbaje mend të që krijuam bashkë krijojmë mrekulli. Bashkë lidhemi me dashurinë pa kushte, lidhemi me burime. Bashkë krijojmë mrekulli. Shirojmë shpirtin tonë nga burgu i së kaluarës, apo shqetësimet për të ardhmen. Çlirojmë shpirtin tonë dhe risjell këtu në infinit. Bashkë risjellim shpirtin tonë, e lidhim me burimin, e lidhim me fushën kuantike, me mundësitë infinite. Ndjeje dritën brenda teje, lejoje dashurinë pa kushte të çliroj plotësisht. Jepi vetes pranim, dashuri. Ku je? Ku ke qenë? Ku ka qenë vëmendja jote? Ku t'e ke dhënë vëmendjen tënde? Ku t'i ke dhënë fuqi? Kë ke besuar se s'ke fuqi? Kë ke besuar se nuk mundesh? Kë ke besuar që të ka thënë se nuk mundesh? Kë ke besuar? Ku ke dërguar vëmendjen tënde? Sille këtu te shpirti jot. Lidhu me burime, lidhu me krijim, lidhu me jetë, me veten tënde më të lartë. Dhe jepi vetes gjithçka që ke dashur, të ta jap bota, gjithçka që ke kërkuar jashtë. Jepja vetes tënde. Dhe të siguroj. Se do e gjesh. Pastaj do e gjesh paqen brenda teje, do e gjesh paqen në botë, do e gjesh paqen te njerëzit, do e gjesh paqen në familje. Ka kaq shumë njerëz që janë transformuar. Janë shëruar nga ankthi, janë shëruar nga depresioni, kanë transformuar jetën. Sepse kanë tejkaluar fjalët që u thoshte mendja e tyre apo që i kishin dëgjuar nga bota. Kanë tejkaluar gjithçka që i thoshte se nuk mundin. Dhe në çastin që ne kuptojmë se jemi të lirë dhe marrim fuqi, ai është çasti që pastaj zemra hapet. Dhe do ju them diçka. Që të gjithë ju që po shëroni veten, të gjithë ju që po çlironi veten, po bëni një punë të shenjtë, një punë madhështore dhe jo çdo kush e bën. Dhe ju që po shëroni veten, keni mundësinë tani që të shëroni njëri tjetrin, keni mundësinë të shëroni të tjerët, keni mundësinë të shëroni familjen. Keni mundësinë që të ngrini gjithë jetën rreth rrotull jush. Dhe ata që shërojnë veten, ka ndodhur pastaj që shërojnë edhe të tjerët. Dhe është diçka e jashtëzakonshme, diçka kaq e bukur që ndodh mes nesh. Diçka kaq e bukur që ndodh edhe në trajnim, po dhe në retreat. Në çastin që ne meditojmë për të shëruar dikë tjetër, për të çliruar shpirtin e dikujt tjetër, për t'i thënë se eja këtu në këtë moment, në këtë çast, tu është dashuria pa kushte. Në çastin e tanishëm, lirohu nga kaluara, fal, lër të shkoj, varje. Dhe kur në atë moment që një grup njerëzish, në çastet e meditimeve të shërimit, ku një grup njerëz meditojnë për të shëruar dikë tjetër, dhe i tregojnë se çfarë mund të bëjë dashuria. Kur ju i tregoni një shpirti tjetër se çfarë është dashuria, liria e shpirtit,
të rimarrë sërish forcën të vetja, të rimarrë sërish fuqinë të veti, kur ju ja tregoni këtë një shpirti tjetër dhe një shpirt tjetër kur e shikoni, që është përpara jush, dhe ju e shikoni atë, se si ai vendos të lëshoj të kaluar, se si ai vendos të hapi zemrën aty përpara jush, përpara syve tuaj të hapi zemrën, të lëshoj vite të tëra ngarkesë. Kur ju e shikoni ato shpirt si lirohet, si shërohet para syve tuaj, aty do transformoheni përfundimisht. Sepse transformimi i parë është kur ne shërojmë veten, por transformimi më i bukur dhe transformimi i dytë është kur ne shërojmë dikë tjetër dhe kur ne shohim shërimin në sytë e dikujt tjetër. Në çastin që ne i tregojmë se çfarë të thotë të duash pa kushte, se çfarë të thotë të hapër zemrën, se çfarë të thuash të jesh aty për dikë tjetër pa asnjë kusht. Dhe në retreat njerëz janë aty për njëri tjetrin, pa asnjë kusht, njerëz që as nuk e njohin njëri tjetrin, nuk e njohin njëri tjetrin, nuk e din se çfarë ka kaluar dikush. Dhe janë aty për të. Dhe janë aty për të. Dhe ka qenë, ka patur raste që njerëz kanë shëruar njëri tjetrin, sepse kanë pasur trauma të ngjashme, lëndime të ngjashme. Edhe një person duke shëruar personin përballë ka shëruar veten. Sepse ai nuk e dinte që personi përballë kishte kaluar të njëjtën traumë siç kishte kaluar dhe ai. Po pastaj kur flasin, shpërthejnë në lot dhe zemra tyre hapet, sepse kuptojnë që nuk kanë qenë aty rastësisht. Dhe juve, mua, neve, ne nuk jemi këtu rastësisht. As edhe një gjë nuk na ka sjell rastësisht. Unë nuk jam këtu rastësisht, ju nuk jeni këtu rastësisht. Jeni këtu për të parë se ka një arsye. Pra lutjet është dëgjuar, ka një arsye pse je këtu. Dhe në momentin që ti do sjellësh të gjithë vëmendjen në zemrën tënde, të lidhesh me burimin, të lidhesh me dashurinë pa kushte, kur shpirti jot të çlirohet përfundimisht nga e kaluar apo nga shqetësimet e së ardhmes, dhe të çlirohet nga ato zinxhir që e mbajnë, falja do ndodh automatikisht. Nuk ke nevojë të falësh, sepse falja do ndodh. Falënderimi do ndodh. Do ndihesh falënderues automatikisht. Për jetën, për gjithçka që të është dhënë. Edhe për një gotë ujë do ndihesh falënderues. Çdo gjë do të duket mrekulli, çdo gjë, sepse çdo gjë është mrekulli. Do shohësh mrekulli në gjërat e vogla, do shikosh mrekulli, pastaj do shfaqet dhe mrekulli në gjërat e mëdha. Sepse kur sheh dhe kur falënderon për gjërat e vogla, jeta të bekon me dhurata edhe më të mëdha. Po jini falënderues, jini falënderues. Dhe meditoni për të kthyer në zemër, meditoni për të lidhur me dashuri. Dhe shikoni sa e madhe është zemra juaj. Dhe shikoni se çfarë mund të bëjë dashuria dhe misioni jon, misioni im dhe i Marvinit. Është të hapim zemrat. Të hapim zemrat, të çlirojmë shpirtin, të çlirojmë sistemin nervor. Dhe po të dy bashkë dhe unë dhe Marvini kemi zhvilluar këtë formulën, e cila ka po të na ndiqni në për shpjegime të ndryshme, në për teori të ndryshme, sepse nuk mund të thuhet në një live, në për trajnime, në për evente, në çdo moment që ne jemi bashkë. Përmend pranimin, dashurinë, hapësirën, përmend rikthimin e vëmendjes në zemër, harmonizimin e sistemit nervor, harmoninë midis mendjes dhe zemrës, çlirimin e shpirtit, lidhjen me intuitën, lidhjen me veten tonë të vërtetë, lidhjen me burimin, teknika të ndryshme të frymëmarrjes, teknika të ndryshme të rritjes së energjisë. Pra, ka kaq shumë që unë nuk mund t'i them në një live, nuk mund t'i them në një çast, po është një punë e tërë që ne jemi duke e bërë dhe shumë nga ju jeni duke e bërë këtë punë bashkë me ne që prej 4 vitesh dhe keni përjetuar mrekullinë në jetën tuaj. Dhe kjo më bën pafund të lumtur. Dhe dua të drejtohem edhe secili që e nis rrugtim mos të dorëzo,
mos u dorëzo, sepse rruga është e vështirë dhe trupi është mësuar me të kaluar, trupi është mësuar me vuajtjen, po mos u dorëzo sepse ja vlen të hapër zemrën, jo vetëm për veten tënde, po ja vlen të hapër zemrën për familjen tënde, për fëmijët e tu. Ja vlen të hapër zemrën për atë që mund të përjetosh në jetën tënde, për mrekullinë që mund të shohin sytë e tu. Ja vlen të hapër zemrën për shërimet që mund të sjellësh, sepse ti nuk e di ti që mund të shërosh dikë tjetër. Ja vlen të hapër zemrën, sepse një jetë e re po hapet përpara teje, një realitet i ri do krijohet. Pra, ja vlen plotësisht. Dhe gjithçka që po kalon, në çast do hapet zemra jote, do thuash ja ka vlejtur. Plotësisht, ja ka vlejtur. Dhe është ajo që unë po them, dhe është ajo që unë kam thënë. Edhe vetë, është ajo që çdo person ka thënë kur është hapur zemra. Ja ka vlejtur. Plotësisht. U kënaqem sot. Unë e dua shumë. Dhe ta dini që jam këtu për ju. Në çdo moment. Edhe Marvin është këtu për ju. Dhe ne po punojmë me ju. Thjesht duam që dhe ju të punoni me ne. Të punoni me vete. Të punoni me meditimet. Të mos ta lini punën. Të punoni me zemër. Dhe do ju shpërblehet. Ju siguroj që do ju shpërblehet. Në formën më të mirë. Ne na shpërblehet në çdo moment. Dhe ka ardhur një moment për ne që edhe pse kemi arritur çdo gjë në shëndet, në karrierë, në liri financiare, në bollëk, kemi arritur çdo gjë. Shpërblimi më i madh tani për ne është që shohim ju kur hapni zemrën. Shpërblimi më i madh për mua, për Marvinin është kur hapim një mesazh dhe lexojmë Artemis ja dola. Nuk mund ta besosh dot se çfarë më ndodhi. Nuk mund ta besosh dot se çfarë krijova, çfarë manifestova. Shpërblimi më i madh për ne është që është në çastin kur na shkruani dhe na tregoni se çfarë ka ndodhur me ju. Dhe na shkruajnë pafund. Dhe jemi shumë krenar me ju. Atëherë do vazhdojmë me punën, sepse do krijojmë mrekulli bashkë. Sa po kemi nisur, hapja e zemrës është vetëm fillimi, mbajeni mend. Po punojmë shumë me ju që të hapni zemrën dhe sa më shumë njerëz që të hapin zemrën, aq më shumë mund të ecim edhe më përpara, mund të bëjmë meditime edhe më të avancuara bashkë, mund të krijojmë edhe mrekulli dhe më të mëdha bashkë, mund të sjellim në këtë tokë gjëra të cilat mund të shënojnë historinë. Nuk e keni idenë se çfarë mund të krijojmë bashkë. Mjaftojmë të avancojmë punën të gjithë së bashku, si grup, si komunitet që jemi, të vazhdojmë të ngrejmë njëri tjetrin. Prandaj përpiquni që të mos ta ulni njëri tjetrin, të jepni forcë njëri tjetrit. Sepse edhe fjalë që dëgjoni nga jashtë, kufizuese apo friksuese, e pengojnë komunitetin që të ecë përpara. Kemi një mision të gjithë së bashku dhe nuk duhet të lejojmë as edhe një gjë të na pengojë. Po këto janë gjëra që na ndihmojnë faktikisht që të unë them gjithmonë, në qoftë se në rrugën time, unë jam tipi i tillë, në qoftë se në rrugën time ka dikush ose diçka që më pengon, është thjesht benzin që i hidhet zjarrit. Unë jam zjarri dhe pengesat janë benzina që më hidhen. Kjo është natyra ime tani. Kështu që pengesat kthej thjesht, apo sfidat kthej thjesht në një benzin që i hidhet zjarrit. Dhe ti ndizu edhe më shumë, flakro edhe më shumë, shpërthej edhe më shumë, ndriço edhe më shumë. Sepse do shohësh që diçka brenda teje do të çlirohet akoma më tepër, sepse çdo gjë që ne shohim si sfidë apo pengesë është për ne që të çlirojmë më shumë nga potenciali jon, që të çlirojmë më shumë nga vetja jon, që të bëjmë më shumë nga ajo që ndoshta e kishim bllokuar veten tonë për të bërë. Kështu çdo gjë është për ne.
Ju siguroj. Ju siguroj. Atëre unë po vazhdoj, për ndryshe do vazhdoj të flas gjithë natën. Po vazhdoj dhe do takojmë sërish. Kemi një live të martën tjetër në orën 21, do takojmë prap live bashkë, do bëjmë meditim së bashku. Në qoftë se keni dëshirë të regjistroni të trajnimi online, 6 javor regjistroni sa më shpejt, sepse vendet zihen shumë shpejt. Ne merremi personalisht me secilin, prandaj janë dhe të kufizuara, kështu që mund të kontaktoni stafin më vonë. Dhe ju presim. Ju përqafoj fort, bashkë do shihemi sërish. Ju dua shumë. Natën e mirë. Bravo sot, urime për sonte. E shkundëm rjetë.